Po gazin nga eksperienca që duke qenë tani që jeni në disa qendra komunitare në këtu në Shtetet e Bashkuar, a mos ndoshta që duhet më shumë shkolla gjuhën shqipe pranë këtyre xhamive krahas mësimeve për fen, për Kur'anin? E them këtë pasi në Evropë, unë shpesh shkoj në Zvicër të prindrit e të vëllezërit, atje në Zvicër sidomos është e theksuar një gjë e tillë që shumica e xhamive, pra në Evropë shumë pak xhami të shqiptarëve kanë shkolla gjuhës shqipe. Të gjithë thuajse mësojnë Kur'anin. Si mendon, si është ky trendi? A duhet të ndryshuar, alternohen apo si mendon? Besoj se kjo ka hera parë që marrë këtë lloj krahasimi Evropën me këtu, po nga që edhe kam shëtit në Evropë. Po juve para e di pak a shumë, sidomos Jo, vazhdo, para të mendova, duke qenë që ke lëvizje e ke pa edhe Evropën, bër krahasimin edhe me këtu është pak më ndryshe. Sidomos për shembull për Zvicrën, krahasim me Amerikën, gjëja e parë që më vjen mend nga pyetja është që atje ka shumë njerëz në një vend të vogël. Pra, komuniteti më i madh në Zvicër është komuniteti shqiptar. Janë rreth 100 xhami, edhe në një lagje të vogël ndoshta jetojnë me qindra me mijëra shqiptarë, ku mungesa e gjuhës ekziston në pak vende në Evropë, të paktën në eksperiencën time. Pra nuk është si në Amerikë, ku një shqiptar me një tjetër mund të jetë 40 minuta larg, apo 30 minuta larg, ku njerëzit punojnë shumë, që nuk është e njëjta në Evropë. Njerëzit janë më familjarë, kanë pas mundësi të afrohen më shumë me një tjetrin, qëndrojnë më afër. Edhe një tjetër është edhe, të thoja, demokracia që ekziston në Evropë, dhe liria për të mësuar fen ose gjuhën nuk ka ekzistuar në pjesën tjetër të globit. Në pak vende të botës, njerëzit kanë qenë aq të lirë që të mësojnë gjuhën e vet. Kjo është edhe për vende muslimane dhe për jo muslimane. Nuk di në një xhami shqiptare në Amerikë që të mos ketë gjuhë shqipe mësim. Pak a shumë të gjitha xhamitë që unë di që njoh, kanë edhe gjuhë shqipe, madje kanë edhe kishat, absolutisht. Kisha Zoe Smirç, domos që është në New York, dihet, edhe njëta kisha në ortodokse në Boston. Pra, xhamia po ashtu, jo vetëm që kanë shkollave, kanë rujt edhe ku kanë qenë shumë pak familje, 30-40 familje, jo më tashmë që janë më mira. Në Riverdale, në ACC, që kisha Struga, kur unë shërbej, janë 130 zonës që vinë mësojnë shqipen një afër javë. Madje pasoj si një shkollë vërtet. Ja, kjo e vërtetë nga Amerika është pak më ndryshe, punës së këshillimit që thatë pak më herët.